Barcelona është favorite ndaj Milanit. Barcelona është skuadra më e mirë në botë. Barcelona bën futbollin më të bukur në botë. Barcelona ka atë, Messin, lojtarin më të mirë në botë. Barcelona do të fitojë. Shumë dashamirës të futbollit, tifozë të Interit, Juventusit apo edhe të tjerë që e konsiderojnë gjykimin e tyre objektiv, mendojnë se do të jetë Barcelona skuadra që do të fitojë ndeshjen e sotme. Këto mendime nuk kanë si prapavi vetëm suksesin e Barcelonës në San Siro këtë sezon të Champions League. Ndiqni këto pamje. No llega. Sí llega. Ozil la mantuvo en el terreno de juego. La toca Alves, la tiene Xavi. La juega para Busquets. La devuelve el balón para Alves. Alves para Xavi. Xavi para Messi. Messi para Busquets. Presiona el Madrid, pero el Barça sale con una elegancia espectacular. Të gjithë ata që kanë menduar se Barcelona do të fitojë sonte në këto momente i kanë dhënë vetes së drejtë. Por kjo medalje ka edhe anën tjetër. Milan nuk e ka humbur kurrë ndeshjen në çerekfinaleve të Champions League të luajtur në shtëpinë e vet. Milan është ndoshta në formën më të mirë të saj në Serie A. Barcelona është një ekip që shënon shumë gola, por edhe plotson shumë gola. Stafi teknik i Milanit e njeh fare mirë Barcelonën sepse nga Ronaldinho te Robinho janë 14 lojtarët që kanë veshur fanelat e të dy ekipeve. Në ndeshjen e sotme ata do të jenë 4. Gianluca Zambrotta, Mark Van Bommel, Maxi Lopez dhe mbi të gjithë Zlatan Ibrahimovic me inatin e tij ndaj Barcelonës, Guardiolas dhe shumë të tjerëve që nuk e kanë emrin e tij në listën e futbollistëve më të mirë. Kush do të fitojë, Milan apo Barcelona? Fjalën e kanë futbollistët në fushë.